Selamu alaikum, të dashur miq të RTI-s, mirë se po takohemi me emisionin Rruga e ndriçuar me Hoxhën profesor doktor Shefqet Krasniqi. Të dashur miq, si çdo të njëjtë jemi me Hoxhën e nderuam me emisionin Rruga e ndriçuar. Ashtu edhe ju mund të jeni pjesë e emisionit duke na kontaktuar në numrat telefonit të cilët i keni të shfaqur në ekranet tuaj, ndërsa ju të cilët na përcjellni mes rrjeteve të internet apo në radio, numri i telefonit është 046 220022. Mund të parashtoni pyetje apo këshilla që keni nevojë që Hoxha të na përgjigjet. Hoxhë nderuam, selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoxhë nderuam, pasi që haxhilerët tonë janë përgatitur dhe s'kanë metë edhe shumë ditë për nisjen e haxh, mundësisht një këshill për haxhilerët e sidomos për ata që shkojnë për herë të parë. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. E falenderojmë Allahun e madhruar te bareke ve taala. E Allahu është i lartë madhruar, e i falenderuar edhe pa falenderuar në fare. Ka qenë i falenderuar dhe i lavdruar edhe para se të krijoi krijesat. Mbetet i lavdruar e i falenderuar edhe pas se të shkatërroi të gjitha krijesat dhe të mbetet lartë madhëria e tij pa asnjë krijesë në këtë gjithësi. Salavat dhe selam e dërgoj Muhammed Mustafas, të përzgjedhurit të përzgjedhurve. Të gjithë pejgamberët janë të përzgjedhur e i përzgjedhuri i të përzgjedhurve është Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Njeriu me i dashur, me i afërt, me i ngritur, me i devotshëm, me i sinqert ndaj lartmadhërisë Allahut. Njeriun dhe krijesën të cilën Allah më së shumti e afroi afër lartmadhërisë së tij, edhe në kuptimin shpirtëror, por edhe në kuptimin fizik trupor, kur e ngriti lart në Miraj, inda Sidratil Muntaha. Pastaj aty të bekuari ja zbriti këtë Kur'an, nëpërmjet të cilit Allahu ndriçoi miliona e miliona zemra. Hapi miliona e miliona sy të verbuar, e vesh të shërdhur. Udhëzoi e drejtoi e qitin selamet miliona e miliona njerëz. Allahu deshi që këtë bekuar ta përzgjedh për arabëve Kurejshit, të lindë dhe të rritet në vendin më të shenjtë në tokë të Zotit, në Mekën e bekuar, pranë Qabës së bekuar, asaj Qabe të cilën e kishte ndërtuar stërgjyshi i tij Ibrahimi alayhi salam, e që është shtëpia e parë ndërtuar të madhit Allah në sipërfaqe të tokës. Allahu deshi, e çka don Zoti bëhet e jo çka dojnë njerëzit. Allahu deshti që në tokë ta ketë një shtëpi në mënyrë figurative të tij, ku njerëzit të cilët e duan Allahun, e besojnë Allahun, të cilët duan të afrohen të Allahu, të shkojnë të shtëpia e Zotit. E ta vizitojnë shtëpinë e Allahut në mënyrë figurative, me vizitohet Zotin e shtëpisë. Për atë haxhinjet quhen mysafir të Allahut, sepse një këqeri ty në është i madhi Allah. Te bareke ve taala. Që nga koha pejgamberit Ibrahim alayhi salam, kur e ndërtoi atë Qabe të bekuar së bashku me Ismailin, birin e tij. Dhe Allahu e urdhëroi Ibrahimin që të hipë në një kodër e quajtur Beni Qubejs, ma tanë Safas me një herë, dhe të thras njerëzit të cilët nuk ishte njerëzit të sishën fare. O ju njerëz, Allahu
e ka ndërtuar një shtëpi, e ka një shtëpi. Allahu e ka bërë për ju obligim vizite e kësaj shtëpije. Eja një vizitane. Edhe kë vizitues i kësaj shtëpije të Zotit o quajtur haji, haq. Edhe kjo fjalë, kjo term haq, o përcëll, gjenerat pas gjenerate, deri sa erdhi pejgamberi i Zotit o dërgua o shpall në Mekën, e bekuar të rësuar nga idhujt e statujat e shëmta. Dhe filloi të zbret Kurani dhe nga fundi i periudhës së Islamit, respektivisht i misionit të pejgamberit alayhi salam, 13 vite në Mekë dhe 9 vite në Medinë. Në vitin e 9, pra 22 vite parafërsisht, pasi u shpall për pejgamber, zbritën ajetet të cilat i obligojnë muslimanëve haxhin. Këtë haxh që zbërthehet, perceptohet në vizitë Qabës së bekuar, në kohë të caktuar, në vend të caktuar, me rite apo vepra të caktuara. Një herë, një vit, për çdo musliman dhe muslimane që ka mundësi. Dhe jo vetëm kaq që ka mundësi materiale dhe fizike, dhe jo vetëm kaq, por Allahu deshi dhe këtë haxh, vizitën në shtëpisë së tij, ta bëj edhe shtyllën e 5 të Islamit. Dhe me këtë shtyllë të plotësohet piramida e farzeve, e shtyllave të Islamit. Fillon me shahadet dhe me një herë pasër namazi, e pastaj zeqati, haxhirimi dhe fund vije haxhi. Dhe me kryerjen e haxhit, sikurse robi i plotësoi detyrat që i ka në hak të madhe të Zotit. E kreu krejt atë që kërkohet prej tina në raport me Allahun këtë dynja. Dhe pas ti haxhi vazhdo në robi të jetoj, Allahun ta madhroj, po të njëjtën kohë edhe ta pres vdekjen. Ama vdekjen e pret me i qetë, sepse ka kry farzët të Zotit. E ka plotësu dinin e tij me emrin e Allah. Tani është koha e haxhit, dhe sa herë vjen kjo kohë e haxhit, krejt muslimanët në 4 anët e botës janë të preokupuar, një numër i madh i tyre, për të përgatitur, ata që janë regjistruar për të shkuar, e të tjerët për të përcjellur, për të organizuar, e të tjerë, kështu që në njërin apo formën tjetër, të gjithë muslimanët në botë janë të preokupuar, të angazhuar në kohën e haxhit. Pra, edhe nga ana emocionale, nga ana shpirtërore, nga ana psikologjike, muslimanët angazhohen me këtë shtyllë të dinit të Allahut Azza wa Jall. E që jep me kuptu se sa shumë e ka ngritë Zoti këtë haxh. E pastaj për të folur për sevapin e madh që ka haxhi, është temë gjatë sa të duash. Sevapin e madh, shpërblimin e madh që merr haxhiu. Sikur sa tje për Ramazan, po ta dinte robi sakt se sa ka sevape për agjerim, a kish pritu me agjerua. Haj Zoti jam. Por me let gëzimi kishte pritu Ramazanin dhe me let mërzije kishte përcjellur Ramazanin, që është edhe ndodhë të shumë musliman anë mban botës. Sepse në Ramazan po hinë në një sezon në një periudhë ku nuk ka diçka që afrohet afër. Andaj
janë shpirtërisht janë sikur se me qimrana të gjennetit me shiu të mira të Zotit. Edhe haxhi, po ta dinin muslimanët, respektivisht haxhilerët, se çfarë sevapit madh ka haxhiu. Lëre që pekryn borxhin, sepse është farz. Sepse është farz, e ka ardhur një hadith, ai i cili ka mundësi me shkon haxh, e nuk shkon dhe nxan vdekja, nuk shkon në haxh, le të vdes, ndasht që fot, ndasht kështër qysh të dënë. E që konsiderohet prej haditheve shumë kërcënuese dhe të randa, për ata të cilët kanë mundësi me shkon haxh e nuk shkojnë. Por dhe nga sevapin e anën tjetër, po ta di njeriu se sa ka shpërblim të madh shkurja në haxh, ai do ta bënte edhe veç e bojnë muslimanët me dëshiren e vullnetin e qefin me të madh. Zaten, e për ta vërtetuar këtë mjafton vetëm një argument, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: El hajjul mabrur leysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër pas gjennetit. Pra barazim e xhenet me emrin e Allahut azza wa jall. Barazim e xhenet. Kështu që haxhiu është një hajër të madh dhe një rrugë të madhe, dhe haxhi është një udhëtim jetësor. Në veçanti haxhit të cilët shkojnë për herë të parë, që cek edhe në pyetje në juaj, është një ndjenjë e veçantë. Besoj ndryshe nga ndjenjat e atyre që kanë qenë më parë, disa herë, se punë e dhe shumë të tjerëve, por ata që shkojnë për herë të parë, ndjenjat janë shumë të veçanta. Andaj me dy fjali kisha këshilluar ata haxhin që së pari ta falenderojnë Zotin shumë, që u mundësoi me ardhë në këtë gjendje, në këtë pikë, në këtë moment, vetëm me prit kohën kur më nis për haxh. Së dyti me ja mundësoi madhi Allah me krye haxhin mënyrën më të mirë e më të lehtë, dhe më ja pranu haxhin. Dhe rrugës duke shkuar me përtrije niyetin robi dhe hala pa nisër dhe masit niset dhe gjatë udhëtimit, niyetin me përtri. Me përtri niyetin me pas tamam për izat dhe Zotit. Gjithashtu, haxhiu duhet të para përgatitet psikikisht për vështirësitë me të cilat mund të ballafaqohet gjatë kryerjes së haxhit, e që ato vështirësi munden me qenë të llojeve të ndryshme. Sepse po shkon në një vend ku janë miliona njerëz, a vendi është ai që është. Dhe kallabllake janë disa vështirësi të cilat nga njëherë lodhin haxhiun, por dohet të pahiset me cilësinë e sabrit. Fillimisht me sabër. Sabër. Pa sabër në haxh nuk shkohet. E pastaj kur shkon atje mos më marr me dynja, mos më marr me grua me fëmijë, mos më marr me biznese me tjera të sene që ai ke. Lej krejt dynjan linjan. Fokusohu në madhërim, në adhurim, në ibadet, në lutje, në dua, në istikfar. Shfrytëzoje çdo moment për të lutur, për 30, për 50, për 70 vjet, për 80 vjet. Sa gjunahin e ke ba, la ilaha illallah. Dhe bënë e menë se ndoshta me qëtë haxh, krejt gjunahet të cilat i ke ba, dvogla, të falen, të fshihen, dhe kthehesh të shtëpia sikur se ke letër e bardh pa asnjë gjuna.
Dhe kjo është me hadith, haxhi i pranuar kthehet në shtëpi sikurse atë ditë që ka lindur nana, e që i bie pa asnjë gjëna. Dhe në fund, pa dashur më zgjat, urojmë të gjithë haxhive rrugë të mbarë, e të lehtë, o dëshirojmë që të shkojnë mirë, e të kalojnë mirë, e të alecej madhe Zot kryerjen e haxhit, të apranoj veprat e tyre, lutjet, istigfarin, këtë veprat që ai bojnë, e të kthehen në shëndoshëmirë dhe të gjejnë shëndoshëmirë. Allahumma amin. Shumë të nderuam. Nga regjia na bëni dije se kemi në telefonat. Selamu alaikum. Nëse nuk ka ik telefonata, selamu alaikum, alo? Aleikum selam, apo ndëgjohem? Po dëgjohemi, jeni në linje direkte dhe hoxha po e dëgjon, keni pyetje për hoxhën? Po, selamu aleikum, me përshëndetje, Allah është përbleft hoxhën për fjalët e mira. Amin dhe juve. E deshta një këshill prej hoxhës. Une, elhamdulillah, bi Zotit, i kam 2 prind. Prindët e mi kanë 5 fëmijë, jena në rrugë Zotit. Jem të martum, grati kemi mbules, motrat me mbules, po baba nuk na falet. Subhanallah. Baba, e thot kështu, është njëri ma të mirë nuk e di, si për prind vetë, si për fëmijë, si për nipa, si për edhe një gjumo e falë, fjallën la ilaha illallah, non stop e mon kështu e thot, bile kanë herë dhe hajgare boj me të, që sa pe thu, ma mirë është më falë, ose diçka, e se di mos po bojna shumë presion, tu i thone se ja kem gjëna, e kem. Që keni kushtet ekonomike jo? Po mirë, elhamdulillah për Zotit mirë, unë jam edhe në perëndim një djallë. Tamam. Mirë. E bile, si në hajgare, kur ke këtu në pushim rrugës se del shëtitet, e theke i thash, po na bën të lash, mos bërtet shumë, me fjallën la ilaha illallah, e ngut qa ka pak. Se thot shumë, është njëri i qetë, njëri i mirë. Allah i nderoft. Po folë, nuk po folet. Keni pyetje tjetër për hoxhën? Jo, veç këto deshta. Allah i nderoft, tash e merrni përgjigjen edhe këshillën prej hoxhës. Selam aleikum. Allah është përbleft hoxhën e pa lodh shumë. Amen, edhe ju e Zoti rujt, Allah është përbleft. Po kështë që pa thatë, mos thuj me Zot në la ilaha s'po na shtekush burg. Po në Evropë, të thonë të madhe shahadetin. Po pra me thonë të madhe shahadetin, të se bështë dikush në burg, sepse akuzojnë për terrorist. La ilaha illallah, ka që ka në thënë ju njerëz. La ilaha illallah, la ilaha illallah, nuk ka zot tjetër pas të madhit Allah. La ilaha illallah, ka thonë pejgamberi Rasulullah, khairun ma qultu ana wan nabiyun min qabli. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Fjala më e mirë që kam thonë unë dhe pejgambert para meje. Pra njerëz më të përzgjedhur të Allahut është fjala La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. E që la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah për të kriju toka dhe qiejt. Nuhi alayhi salam në agoni, në smundjen, në prag të vdekjes, i ka thënë njërit prej 3 bijve të tij, o djali babit, o biri babit, shpeshtoje sa ma shumë fjalën la ilaha illallah, sepse nëse në ditën e gjykimit 7 palë qiej dhe toka, janë në njërën anë vëhën, në njërën vendosën në njërën anë të peshojës. Në anën tjetër vendoset fjala la ilaha illallah, kejamun. Andaj lëme i lume që thot me zemër e me shpirt, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Të pyeta për
gjendjen ekonomike se është mirë babën e ju me quë në haqë, e nëse është pa mundshme apo vështirë, me që nëmre. Po pa i të regu fort dhe pa ja bo me dije qëllimin e synimin e ju. Por thjesht po dojna me bo një vizit, baba të bo një dhërat, një dhërat hedije, që shka me nanë dhe dikush pe juve, pe djemve, e me bo një omre vizit qabe në bekuar. E pas taj tjeshe, se sa ndikon të baba. Për ndryshe, është ka gjazara me e perceptu një njeri të tilë se kërse kë. Baba i këti i vlaut, e që të tilë kemi shumë. Vëllëzër dhe motra, mashke dhe femra, të cilët atë janë të mirë, atë janë të këjshëm, të ëmbël, të dashur, të sjellshëm, tërheqës, të paladhshëm, të dukum. Në çdo sen dhe notën 10 jep. Në çdo sen. Bojar, mikprec. Çdo sen notën 10 jep. Më nalë me këqyrë, me thonë, ku mja lani, dësh një tresh dikon, të lashe bash. Të lashe bash. S'më një gjenë? Përpës, nishin e ka, as dëshja, nish e ka, namaz. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Këta njerëz dhimen fort. Qysh me dek të pa namaz? Për atëna që jena gjallë dhe të afërm të ti, e që jem të dhëzuar, fjalla, desha me thonë që jem të dhëzuar, dhe ende se kema të gjallë, nuk do të me lanë rrugë të mundshme panik për me shti namazat. Se fjalla vje me që nëmra për haqë. Për më të falë baba. Me shpeshtu, qoftë edhe me shpeshtu, nëse jo 5 herë ditë që të the falë gjimon, bile me shpeshtu, me 1400 herë me që nëmra në haqë. A bohen lafa? A bohen lafa? Pa i për një namazat të zbohet. Nërë me shti më falë, që 1000 herë. Me pas mundësia, të babës bile e ba për baba, pas i problemet. Vesh njerë me shti në seshtë. Po i mëtë po kam të Allahu, mase që ta një tjertë, dhe kjo është rast tjetër, ka gjatë që detë shumë. 5 fëmijë, 5 gra, 10 në rrugë të Zotit, nana në rrugë të Zotit, kret me namaz, kret në rrugë të Allahut. E kjo hala ka me të pak largë, me i madhe, shtylla gjamis, shpis, dëreku i shpis është plaku, baba, zotë shpi, baba është dëreku i shpis. Por masini ju të gjithë të mijë në rrugë të Zotit, të me të kam të Allahu, inshallah, ja Rab, Allahu nuk ka mërë shpirtin këti këtë gjendje. Pa namaz. Kështë që nuk i bëni presion. Nuk është presion e me thonë babës falë. Presion e me ju lodhë. Presion është me ngritë zanin. Presion është me imponu. Me shti me zarë. Ma, ashtë të se zbanë babën. Por të lutet e ka për qafe, ka pak të keshme, ka pak të kritiku pasi bëta, në mirë shoqërore, ka pak të e gjithë një arand vetin, dika në shumë metodat ndryshme me njek, për mje heshu e fejnë babës, namazin mje heshu. Mbi gjitha me lutë Allahun, se udhëzimi është në dorën e Zotit. Kemi telefonatën e radhës. Selamu alaikum, alo? Aleikum selam. Keni pyetje për hoxhën? Po, kam një pyetje për hoxhën edhe do është pak sqarim këtu, se fars, dëgjova një hoxh gara atje dikon, edhe ai hoxha thoi ke non-stop mas farsve me bo aminin, dhikrin edhe krejt. Edhe pse i kemi
Prap ne I kemi samsinet, shembull një jaci edhe vitrin ma vonë, ai hoxha thoi ke non-stop mas farzve me bon, mas I t'jopmi selam, me bon dhikrin, amin me bon krejt. Sa e sak që kjo se që këtu kam rënë dilej, se unë krejt jetën, shka jam falë, unë jam falë, më kanë ardhë shembull të akshamit farst edhe sinet, I kam falë, mas sinetve kam bo amin edhe dhikër edhe krejt. Qartë. Keni pyetje tjetër për hoxhën? Jo, nuk kam. Allah është shpëleft tash e merrni përgjigjen dhe këshillën për hoxhës. Edhe juve Allah ju dhosht mirë, natën e mirë. Selam aleikum. Që po thot? Mas namazit e farzit, ka dëgjuar një hoxh arab që ka thonë mas I jap selam prej farzit, duhet me bë dhikrin dhe duan, ndërsa kjo thotë në gjithmonë kur I kam kryer krejt namazin, me sunetet e krejt. Nuk ka dërt më, nëse bë marak, nuk ka dërt. Nuk ka dërt. E rëndësishme është robi me fal 5 kohë namaz, me fal farzin. Tani mundësisht, me fal edhe sunetet. Kjo është dorës dytë. Dorës tretë vjen dhikri. Kështu që nëse lëm dhikrin krejt, a namazi mangu? Asnjëherë. Po nëse lëm sunetin, je përgute, ki mësafiri, je I lëdhte, je përgjumshe, ka nërë kjo shamë në këtu më të që përnim përëndim atje, vim për punët, më lë mërë shamë në falë, më lë thmive buke, më lë mërë hatu e burën e kanë punë të shpis, dhe më lodhë, thot me e kësha lanë sunetin, ahni li. Zbët në. Nuk do të me obligu në asenet që s'ne ka obligu Allahu. Ne në ka obligu Allahu farzin, namazin farzin. Pas ta I për dhikr, dhikr është sunnet. Ngrihet të spivu është sunnet. Dhikr kullu Allahu, kullu udhë bërabin felek, kullu udhë bërabin nas, udhë biklimat Allahi tamati min sharri ma khalaq të rihar, bismillahi ledhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fil samai wa huwa as-sami'ul alim të rihar. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Njëherë, në fund të spive, po edhe 10 herë me thonë, dhikr në sabah 10 herë në aksham, dhe të tjera mos të nëmërojnë tash, se në mërë shumë kohë, këtu janë sënnet, këtu dhikr. Këtë dhikr, kejtu më futëm rana dhikrit të sënnet, ndash bënë mas farzit, ndash bënë mas sënetit, ndash të ecë rrugës, ndash të bë bukën, e tjere tjere. Unë pajtoj me motrën, apo me vllon që ka thonë se më mirë është mas farzit. Po jo do më zdësh me risht. Sprish punë edhe mas sunetit. Ose her mas farzi, her mas suneti. Sprish punë. Mirë se dashur, shkojmë një pauzë dhe rikthehemi përsëri. Selam aleikum dashur miq, jemi rikthyer sërish me emisionin Rruga e Ndriçuar me hoxhën profesor doktor Shefet Krasniqi. Hoxhën nderuar, më njëherë na njoftojmë se kemi në linjë telefonike. Selam aleikum, alo. Kemi në linjë telefonike. Selam aleikum, alo. Aleikum selam. Keni pyetje për hoxhën? Po, Urnani. Urnan ju lutem, jeni drejt për drejt. Pyetje për hoxhën. Urnan ju lutem, hoxha po dëgjon. Kur e lexojmë dhikrin e mëngjesit ose kur lexojmë Kur'an, çdo herë na dalin lot prej syve. Çka do të thotë kjo? Jemi të brengosur se shpesh na ndodh kjo gjë. Çka del? Lot. Lot. Po, lot nga syt. Keni pyetje tjetër për hoxhën? Jo, faleminderit, vetëm këtë. Hajde, selam aleikum. Allah I trujt. S'ka dërt, në rregull, është kaj s'ki që brengosë sen. Lotë është ai mirë. Lotë është ai mirë. Elhamdulillah që lexon Kur'an, elhamdulillah që del luti. Elime I lume që lexon Kur'an, elime I lume që derdhë lot të lexo Kur'an. Elime I lume që kur e kujton të madhen Allah, derdhë lot. La ilaha illallah. E derdhja e një loti. Qoftë edhe sa maja gjelpanës.
nga friga të madhe të Allah. Kur robi është vetën jo në publik, qajlat bëhet sebeb shkak. Allah o synin qatë sy, qatë i loti nuk e djek. I ja bën haram gjehnamin. E ati që ja bën Zoti haram syrën e gjehnamin, i ja ka bërë ftyrën dhe ki trupin, sepse syre nuk ndahet për i trupit. Kështu që loti, derdhja e lotit është alamet i mirë. E pejgamberi ka thonë, sallallahu aleyhi wasallam, kani, qani, në adhurim, në ibadet, të adhuru Zotin, të madhuru. Po nëse nuk mund të qani, bëhëni, kishe për qani, pra mund dohëni me qajt. Sepse përpjekje për me qajt, në sejde, namaz, në meditim, nëse anti ku njeri është vetën si namaznate, ose ullën natën të meditu, ose të hes natyrë, vetën, ose ullën hapsirë, duke shikuar qiellin natën veçanti po edhe ditën. E kujton lartë madhërinë e Zotit, ose dëgjon ndonjë ligjërat, ose lexon ndonjë libër, dhe i shtohet imani, dashnia ndaj Zotit, dhe ja ka frikën Allahut, dhe mundohet me kajt, tash të përpjekaj me kajt, a i bën atë me qenë dhe maj koncentruar, me shiju edhe një rënqethje të zemrës, një ndjen të një robi shumë, robi shkret, i mirë, robi cili është i humbur pa udhëzimin e Allahut, është i hedhur poshtë pa rahmetin e Zotit, është i patakat, i pa fuqinë e Zotit, është i varfër pa pasurinë e Zotit, te bareke ve taala. E konsideron vetën se është prej të shkatëruarve nëse Zoti se mëshiron. Krejt kjo e bën robin me pas një ndjenjë të veçantë, edhe ndoshta edhe me i dalë lët tamam për ime. E këte e dënë Allahu. Kështu që pejgamberi nuk po na obligon detyrimisht, alayhi salatu wassalam, me derë lëtë me kajt, por po na sugjeron rrugën që është me shku deri tek derdhja e lutit. Alayhi salatu wassalam. Po. Allah shpëlbet hoxhën nderuar, kemi telefonatën e radhës. Selamu alaikum. Alo. Aleikum selam. Urnoni, lutem, keni pyetje për hoxhën? Po, i kam dy pyetje për hoxhën. Pyetja parë është, e kemi bën njet me prej kurbanin, mirë po, a mujna, a pranot, është e njëjtë edhe me bo pagesën përmes kësaj islamik relief, që ata me bo prerjen e kurbanit? Po. Edhe pyetja e dytë është, problemin është me djalin, e kam djalin 19 vjeçar, edhe natën po thot që një hije pi ka lënë afër. Është djali fol 5 vakte, mirë po ka fillu që një 3-4 ditë, po thot një farë hije po m'vjen afër. Pyetjen e parë nuk të gjumë mirë. Pyetja e parë ishte me pagu, më fal. Po? Pyetja e parë është, e kemi bën njet me prej kurban. Po. Edhe a pranohet njëjtë me bo pagesën kështu që ata me prej kurbane me shpërndana jetima, apo do të prej kështu në shtëpi me pru me prej kurbane me prej shtëpi? Se pjesën e fundit se ndëgjova parë. Te e përmend islamik relief. Po, para atë kuptoj. Pjesën tjetër, tamam. Po kry, e qartë. Allah shpëlbeft. Selamun Aleikum selam wa rahmatullah. Selam wa rahmatullah. Kudo që e prejnë kurbanin, me emër të Zotit, kurbani është tamam.
ku dhe që pri. Sepse rëndësishme është me pri. E të në të tjirat, a me pri vetë, a me durtanë, a me hongër vetë, a me shkip vetë, a të tjirat janë plus të gjithat, por ja që nuk janë të mundshme, apo nuk janë të lehta për çdo njeri, veçanti në këtë kohë. Për shembull, pjesa absolute e njerëzve nuk kanë ku i mojnë, ku me marraj, ku me majt atë. Me majt në dita dy, ku me majt. Nuk den me therë, ku me therë. Qysh me therë, nuk di njerëzit. Dhe bëhen të lashet më dha, duke më se prashtu edhe atë se ka një të se hajnë heq. Sepse kanë bëllu të mirë atë njerëzit, dhe nuk e hajnë kurbanin. Kështu që e rëndësishme është më derë gjak për hatër të Zotit. Më derë gjak. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma min amelin ahabbu ila Allah. Ma amila ibnu Adam amalan ما عمل ابن آدم عملا أحب إلى الله في هذه الأيام من إراقة الدم. يوم النحر من إراقة الدم. Nuk ndodh që birja, nuk ka mundësi, nuk i bira demit, nuk ka punë që e bën më të mirë ditën e Bajramit, min iraqat e dem se sa thirrja e kurbanit. Nuk ka punë të mirë që më të mirë që e bën. Që e bie kja. Kjo e bie se në kurban 100 euro, 150 euro, 200 euro, ku diun? 180. Parë. Dikush mund thot po një pëjepi 280. Sadak. Vllaut, kushërinit, mikut, shokët. Jo 280. Ti jepi edhe 2800, ti jepi edhe 28.000, ti jepi edhe 280.000. Sevapin e kurbanit që kushton 180 euro se në nxen. Mos harro këtë, sepse hadithi po thot nuk ka vepër më të mirë që e bën birja e Ademit këtë ditë më të mirë se sa derdhja e gjakut. Nuk ka vepër më të mirë. Andaj musliman dohet me derdh gjak. E që është iraqat e dem është në mënyrë figurative me prej kurbanin. Me prej kurban. Kështu që prej ku dush, është të prej të kurbani. Tamam, që është pyetja tjetër për djalë. Djalët më së bëni marak, por më se lëni me flajt vetë. Fry djalit. Ose që dikon të frynë dikush. Lësha surët Bekare. Ose lëshaja Koranin, surët Bekare. Me në zadvu gëllë se pengan me fjesë. Se zani madhe pengan veshën, e pengan të panën e veshët. Edhe pengan tru. Sepse truni ka nevoj për qetësi natën. Në mënyrë që me qeni i këthjallë i pushushëm gjatë ditës. Por zë të vogël, shumë të vogël, dhe i të nëzanë gjumi. E me Koran, të nëzanë gjumi, la ilaha illallah. Ata që kanë vështërsi, problem me fjetë, artëllov në gjatë majtë, vesh të lëshojnë Koran. Vesh të lëshojnë Koran, kanë me flejtë, që shatë popullë si kingjë. Për i la që më të fortë ashtë, me lëshu Koran. E fry djallit, inshallah Zotë të aruna djalli ja Rabbel Alemin, për çdo të keqe, ja Rabbi. Allah shpëlef, të nderuam, kemi telefonatën e radhës. Alo, selamu alaikum. Aleikum selam, a jam drejt për drejt me hoxhën? Po jemi lidhur direkte me hoxhën e nderuam. Urnoni keni pyetje për hoxhën? Po, e kam një pyetje me vetë hoxhën për zekatin me dhonë. Une i kam do pare, une jetoj jashtë. Une i kam do pare, i kam ledhë, më kanë më ledhë, ato i kam një 20.000. Po une jetë e kam dhonë për qëta pare, zekatin, qëta pare i kam atër, i kam argju tjere, s'ka mujtë me bo ma shumë. Ajo me obligu në atër si vjetë me dhonë parë zekat për qëta pare? Është e qartë? Po, pyetjen hoxha ka të qartë. Edhe një pyetje kam. Po, urnoni?
Une nuk jam aqe për momentin, po e kom burrin aqe në Kosovë, po për kurban po du me rjetën, a ban me prej një, për të dit ka një me prej. Burri a ka penzia, çka ka? Po, penzi, kena të dit pleq. Burri ka penzinë e Zvicrës, apo? Jo, në Belgjik na jemi. Nëse do që atje, po, në përëndim, po. Po, përëndim jemi. E qëto dy pyetje që dashta me mësëru hoxha. Allah të shpëleft. Faleminderit shumë. Hajde, selam aleikum. Aleikum selam, rahmetullah. Hoxha ndëruam. Allahu gjennet qoftë. Plake meqme, e mirë, e devotshme, kujdesshme për me dhanë hakin e Zotit. Ka punu, ka gjallu, ka mlidhe lekun e ka të bu, edhe me dha zeqatin. 10 vjetë ka me dhanë, dishka ka hargju, dishka ka në metë, s'ka mujtë me shtu mu, e ka obligim prap zeqatin. Po, ka obligim prap zeqatin. Zeqatin në para obligohet për vjetë. Ata të cilët i ruajnë parat në për banka, në për shtëpia të ty, në ku të dion, ose ata të cilët i ruajnë stolit, ari dhe argjendi. Ka njërë cilët blejnë ari, pak pare që i bën, i shëndrën e ari. Për pare ka shëndrën lira, dhe t'i ka bojë 100 lira. 100 lira i ka bojë. Dhe që ka të regu kërkujt, për pas një resë, ose një grusë, ose asë djemet, ose një anë i djatë tonë se kanë ditë, më mëzat dhe i ka bira, ose bia, në filan venin, këm shef dhe shka ju vynë jo i gjindet. Ani, kjo në regull është, por zëqatën dhe të me dhanë për tu. E ledhin e kënizune dhehbe, والفضة ثم لا ينفقونها فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون بآيته مكر سنوسة متراندا për ata të cilët nuk i japin zeqatin është kjo ajet. I cili tekstualisht e cek arën dhe argjendin përfutet në tërë pasuria që ruajnë e mbledhin njerëzit, ama nuk e japin zeqatin. Ata të cilët e ruajnë mshefin, të bojnë e ruajnë, arën dhe argjendin, pase nuk e japin hakin e Zotit, fjala zeqatin. Përgëzojt jo Muhammed ata me në zjarëm të gjehnemit. Atë ditë kur, me atë are dhe argjend, do të hekurosën ftyrat e tyre, e shpinat e tyne, e krahët e tyne, barkë e tyne. Dhe u thuhet atyne, shijane atë që a keni rujt këtë dynja. A keni rujt atë dynja, ta shija. Shijo ta shate. Nërsa në hadith pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam ka ardhë, sa ai cili e të bën arën dhe argjendin, e që i bie edhe parat, atër arën dhe argjendin ka qenë monedha, parat këtë sotit dhe nuk i jep zeqatin, në ditën e kiametit, pasuria e tij në arën dhe argjendin, klapa dhe dinare, dirheme, euro dhe të tjera, shëndrohen në plaka, të cilat skuqen në gjehnem, e sillen për gjehnemit edhe me atë plaka të skuqura, u hekorosen ftyrat e tyne, krahët e tyne, shpinë e tyre. Në një ditë të gjatë 50.000 vite para se të vi fundi me shku në xhenet ose në xhenem. 50.000 vite. Pa ndërprej. Vujtje dënim pse se ke dhanë zeqatin e pasurisë. Hadithi ndërsa jetit që ka më lartë. La ilaha illallah. E njerëz të meqëm janë ata që punojnë për ahiret. E pjesë e kësaj menqërije dhe kësaj pune për ahiret është pasunin që e ki halal me fitu.
dhe që ke fitu halal, se në haram s'ko fsha falë. Dhe s'ta pranon Zoti sadakan e zeqatin pe haramit, por pe halalit me dhanë zeqatin. Në këtë rast motra, në 20.000 euro i ka zeqat me dhanë 2.5, sa për i bin, qëre, të kalëzën e motrës. Në 2 ore gjysë i bin 100 euro, 25 euro i bin 1.000 euro, 250 euro i bin në 10.000 euro. €500 i bin, a vjen 500 euro po. 500 euro po, në 20.000 euro. Sa nësë janë? Sa nësë janë? Po për që për me dhanë në sanë? Njëri cili ka 20.000 euro, të i nejë që atë, vjen dikush për qefe, shet dikon lakmon të pelqen një nëzans, një punëtor, një fukaran, një kuta dio në dikush, ose pak pa qef, ose atje të ndërtu gjami, ose atje dikush të i kujdes për drejtima, ose dikush të botu në liber, ose dikush të bëna i davet, ose që ma kanë qef me kom pjesë mars, në qatë hajrë, edhe në zjerje 500 euro. Jep me qef. E lërë mo, këto është bërç, obligim. Këto që të jep, borçin botër, borçin e zëqatën jep 500 euro zëqatën. Për punë e kurbanit, kurban ki obligim e prej dhe të burët e dytë. Dytë ka një kurban me prej. Dytë ka një kurban me prej, pa qare. Po. Allah shulef, kemi telefonatën e radhës. Selamu alaikum, alo? Selamu alaikum. Aleikum selam. Shpresoj të jeni mirë. Elhamdulillah. I kam 3 pyetje për Agon Hoxh. Hajde, bismillah. Pyetja parë është, unë jam e mbulume, po kisha dashur me ditë deri ku e kena të kufizuar me pjesa e këmbës më dokë. Shembull thembra dhe gishtat, a janë të lejuar më pa? Pyetja e dytë është për kurbanet e fëmijëve, për djalë që do të më prej 2 kurbana. Për akika keni fjalën. Po, akika, po. Është e thonë me kështu pesha e kurbanit. A ka rëndësi? Edhe e treta është që une jam këtu jashtë në Gjermani, edhe jam po du me hap një firmë, edhe po më duhet me morë një mjetë për me punu, kërë. Ama shembull nuk janë kushtet për më morë me pare në dorë, edhe a e kam të leju me morë jo kredit, por me morë të një faqe që ta mundëson me pagu me rata. A pëtën që mund është rritet edhe aty pak të çmimi. Shembull është 20.000, nëse pagun me rata është 22.000 ose 23. Ama kisha dashur me ditë është e lejume ose jo, është e ndalume sikur kredite. Çto janë pyetjet? Shpresoj jam e qartë. Tamam. Po që pyetja treta është e qartë? Po, kjo treta për kirre. Allah shpëleft, motër, faleminderit. Faleminderit shumë, ju përshëndes shumë. Zotë të rujtë të dashtë. Kirrën e taletoft, boft biznesmenit fort. Po dhe është mirë, vëllaj, dhe që në motra jenë të shkafta jenë zoja jenë, mashallah, jesin gjallë ku të qëqë. Jesin gjallë ato sepë në dorën burët që për kur gjo. Po është mujtë në blekjere këtë. O e blenja, që në zotë që pas ka blekje, veç fëtëvan për mërë për me dhe kjerë murë me mërë zotit. Fëtëvan je për shtashën ke nesra, gjëmash ka në mërë kjerën, se fëtëvan e ka hazdër. Kjerën me kësë të bënë me marë pa problem. Qëpimi në të rëshan, është logika e punë. Nëse tapin dorë të në këtë shishe, ose këtë këta ujë, ose këtë lëngë, ose tapin dorë, për shambull, një mitë sopa, të japin dorë ka 50 cent, 500 euro, në dorë. Por më rata, jallami të kthej paret, ami për më të mëtë, ose për 5-6 mëjtë ditë, po amo rritet qmimi. Qmimi rrët është fillim, nuk rritet mo. Fillim. Tamam, ose thima ndryshe, unë kam një karmeshi të ju njerëz, dhe qëtë në kënd. A i cili mi e pare të ndorë, jepi për 10.000 se për më vynë. Ndërsa, nëse dikush
dënë me marë, por nuk ka parë në dorë, dënë me këste, atëherë me këste, për 2 vjetë, dhe në 3 muaj pres maksimumi, ama çmimin e ka 12.000 euro. Lemroti dyti, thëton e marë për 2 vjetë kjerën, 12.000 euro, në muaj të jepi 1.000 euro, ose sa i bjemi të dhamë. 500 euro për 2 vjetë, për anëfërsisht. Nuk ka problem që është 2.000 euro më shumë, vetëm se s'memi të gjithë 10.000 euro në dorë, ama 500 euro në mujtë pa problemi bëj. Herë 2 vjetë e kyta burqë. Edhe bje fali, bje shumë letësim. Kështu që kjerën shka mëra nesra më vështar, edhe e gëzafsha pa shkajrin, inshallah na të bënë zotë biznesmenit fort. Pyetja tjetër, dhe të bereqeqme, pyetja tjetër për punën e kamës. Kemi cek sa herë, femra do të ambëlej shputën e saj të tërën, krejt shputën e saj. Kështu që do të më shkojnë qërapat. Kaq. Shëqyrë zotit, sa të ka qërapat shumë të holla, të cilat të ambëlejnë kamën, por nuk krijojnë vapë. Nuk krijojnë vapë. Dhe mos harro se muslimanët në kohrat e lashta, për ty në nanat e tona, këtë qërapat e kam pas të leshta. Me lesh dele. Sepse këtë ishat e kam me lesh dele. Dhe imagjinat në temperatura 30-35, në punë të fushës, e tishat një për më së duk trupi, plus qërapat e leshta. Por e kanë bajt, sepse kamë dhëtë me mbullu. Ndërë sa motrat e sodit, elhamdulillah, kanë teshat të cilat e mbullojnë trupin lehtë, të lehta me bajt, po të njëjtin kohë farzën e Zotit që në vend tamam. Se puna e qërapa për shamë. Kështu që kama është avret shputa, është avret krejt. Po, a këtë rejtë e një? Drejtë me të bëllë një ndërlidhje, hoxhë ndëruam, thëtë kurbani për fëmijë, akika, që në po e kuptojmë, a do të me pas rëndësi pesha. Unë e kam edhe një shtesën se më lejon në hoxhë ndëruam, prej popullit të në Ndogagjin, e kam dëgju, fëmijës nëse i prejnë kurban kur lind, do të mi prej edhe kur vdes. S'ka të bëja zgjaki njëra me tjetërën. Kemë kujtu e ndërlidha me pyetjen që thot pesha e kurbanit. Po ju Ndogagjin ka njëherë Zotit drejtoft, ju ma shumë ka njëherë javë një përparësi kanonit lekës asa kanonit Zotit. Po që ashtu është. Ju Ndogagjin atje, Zotit drejtoft, një pjesë e madhe juveja, ma shumë jepen përparësi kanonit lekës asa kanonit Zotit. E kanonit Zotit është Korani, edhe seneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që është pejgamberit për miratimin e Zotit, sepse la yantiqu anil hawa, nuk flet me hamendje, in huwa la wahyun yuha për pas shpalljen sferim për Zotit. Nuk është feja që thot kanuni, për çka thot Zoti. Tebareke ve taala. Akika të Hanefit nuk ka pesh fare. Kështu që të shqiptarët nuk ka qenë një ohor, sepse kanë qenë Hanefi. Edhe të Malikit gati qështu. Por të shumica ulemave të këtij tjerë të është sunnet, edhe ta bëjnë muslimanët, s'ka gjë të keqe. Tani, kjo s'ka të bëjë me vdekje kurrë, ka të bëjë me lindje. Falënderim Zotit, që Zoti fali këtë vlat. Nëse falë Allah djalë, 2 kurbana. Nëse falë vajzën një, identik kurbanit do të plotësoj kushtet që i kërkohen për kurban. Kaq. Mos pas ka lidhë pesha. S'ka lidhë kush? Pesha, s'ka ka lidhë pesha. Sa më kondi Iran kurbani. Kushtet me plotësue, qysh i plotëson kurbani, shtaza kurbana kurban bëra. Njëjtë. Njëjtat kushte. Po. Allah shpëleft hoxhë nderuam. Të falenderoj për këshillat, për përgjigjet, pra të dashur miq. Me kaq dhe përfundoi emisioni për sonte. Shpresojmë që Allahu xhelle shane dhe lutim Allahun ta shpëlej hoxhën për këshillat, po ashtu dhe juve që po jeni pjesë e emisionit ton. Deri në emisionin e radhës, u përshëndes, selamu alaikum.